Sigurisht gjatë gjithë jetës së tij ka përjetuar shumë procese zgjedhore. Ja kalojmë linjën Kastriotit. Kastriot. Po atëherë përshëndetje për juve. Në fakt Resol jemi në fshatin Grashtic të komunës së Prishtinës, meqense u dash të lëvizim nga atje për këto. Unë afër vetes kam një çift që kanë ardhur sot të votojnë, pra janë çifti Krasniqi, megjithatë do të na tregojnë pak më shumë rreth asaj se si shkoi krejt procesi. Bac, fillimisht faleminderit shumë edhe një herë për kohën. A mundesh të lutem na tregu çu shkoi procesi? A ke let me gjetë emrin e lindis? Letë, atë që janë mirë shumë krejt në rregull. Çsa po voton këto? Çesa? Po. Gjithë atë. A pat në e pa rregullsi diçka, Ja, krejt në rregull? krejt në rregull. Faleminderit shumë. Skopës. E në anën time tjetër e kam edhe Hallin, e cila pra është faktikisht njëra prej votuesve tjera që sot ka votuar në shkollën Teuta në Grashtic. A mundesh më na tregu çu shkoi krejt procesi? Mirë shumë. A pat në e pa rregullsi? Ja, s'pat, krejt në rregull. Atëherë zor me e gjejt vetën Ja, e ty lindis. gësë mërë se me qika e gjetë e jo, si jetim bashkë. A votoni gjithë në këtë shkollë? Gjithë. A një banor të Gjithë shtë Grashticës? vëtyme. Banur që të naltë. Jetë ujna. Ka vinat shtu. Faleminderit shumë. A ditën e mirë. Shëndet. faleminderit. Atëherë pra ishëm kështu nga fshati Grashtic i komunës së Prishtinës, më saktësisht e vend votimi këtu në shkollën Teuta në këtë fshat. Sido që tjetni, po vazhdojmë edhe pak këtu të qëndrojmë, qënë se pas pak do ta kemi një intervistë edhe me drejtorin e shkollës, i cili një herë është edhe menaxheri i qendrës së votimit. Po e kaloj fillimisht linjën tek ju në studio, pasi që aktualisht drejtori është pak në zonë, derisa të kryej disa pune, pastaj